Pas muajsh negociatash intensive, Komisioni Evropian përfundoi të martën një marrëveshje të tregtisë së lirë me Indin, e cila u ndeshëm tarifat për produktet e Bashkimit Evropian nga makinat e vera, ndërsa bota kërkon tregje alternativa pas tarifave të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump. Njoftimi u bë gjatë një vizite të nivelit të lartë nga udhëheqësit e Bashkimit Evropian, përfshir presidenten e Komisionit Ursula von der Leyen. Të dy vendet përshëndetën një kapitull të ri në marrëdhënies strategjike, ndërsa të palët kërkojnë alternativa ndaj tregut amerikan. India aktualisht përballet me tarifa prej 50% nga administrata Trump, e cila e ka dëmtuar rënd eksportet e saj. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së Mercosur me vendet e Amerikës Latine në fillim të këtij muaji, Bashkimi Evropian ka thënë se synon të përshpejtojë agjendën e saj tregtare me partnerë të rinj. Komisioneri Evropian i Tregtisë, Maroš Šefčovič, i cili është përgjegjës për negociatat në emër të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, tha se Brukseli synon një zbatim të shpejtë deri në vitin 2027. Sipas marrëveshjes, Bashkimi Evropian synon të dyfishoj eksportet e mallrave në Indi deri në vitin 2032, duke ulur tarifat për afërsisht 96% të eksporteve në vend dhe duke kursyer rreth 4 miliardë euro në vit në detyrime. Me potencialin e saj të plot, marrëveshja krijon një treg prej 2 miliardë personash. Prodhuesit e makinave të Europës dalin si fitues të qartë me tarifat doganore indiane që ulën gradualisht nga 110 në 10% nëse zbatohen kushtet. Tarifat në sektor që përfshin makineritë, kimikatet dhe farmaceutikën gjithashtu do të eliminohen pothuajse tërësisht. Vera dhe pijet alkolike, eksportet kryesore për vende si Franca, Italia dhe Spanja do të shohin uljen e tarifave nga 150 në rreth 20 deri 30%. Tatimet për vajin e ullirit do të ulen në 0 nga 40% që janë aktualisht. Pas vitesh tensionesh me fermerët e Bashkimit Evropian, Komisioni tha se produktet bujqësore të ndjeshme ishin përjashtuar nga marrëveshja, duke lënë jashtë mishin e viçit, pulën, orizën dhe sheqerin. Përpara se marrëveshja të zbatohet, Këshilli Evropian dhe Parlamenti do të duhet të ratifikojnë atë, gjë që mund të bëhet një proces i vështirë. Komisioni shpreson të fillojë zbatimin e marrëveshjes nga janari vitit 2027.